I ndërtuar në vitin 1956, stadiumi Selman Stërmasi do të rindërtohet tërësisht nga e para, duke kaluar përmes një transformimi thelbësor. Në fazën finale të garës ndërkombëtare për projekti D arkitekturore, kryeministri Edi Rama deklaroi se ky është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e infrastrukturës sportive dhe urbane, duke shndërruar stadiumin në një nga bërthamat kryesore të një qendre të re urbane në Tiranë. Tani vjen radha stadiumi Selman Stërmasi, edhe ky sipas kërkesës së bërë për studiot është në fakt një tjetër bërtham për një qendër të re urbane që jam i bindur duke pas parasysh edhe konkurrentët do jemi në kushtet kur do të kemi mundësi të bëjmë një zgjedhje shumë të mirë. Shefi ekzekutivit lajmëroi se së shpejti do të shpallen proceset për ndërtimin e një sistemi të ri parkimesh në kryeqytet dhe Bregdet, ku do të përfshihen arkitektët ndërkombëtarë.